Një artikull që pretendonte një video intime që i atribuohej Belinda Balluku u publikua dhe më pas u hoq nga portali mediatik që e botoi. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në media dhe në rrjetet sociale. Artikulli u botua nga faqja Extra24.at me bazë në Austri. Me titullin Akuza ndaj zë kryeministres, video seksuale, tensione politike dhe hetime tronditin Tiranën, artikulli referonte se në rrjete dhe grupe online po qarkullon një video e Ballukut me përmbajtje private. Portali përdori formulime të tilla si raportohet se dhe sipas burimeve jo zyrtare, duke nënvizuar se autenticiteti i materialit dhe identiteti i personave në video nuk ishin konfirmuar nga asnjë burim zyrtar. Artikulli përmende se ky filmim është përdorur për shantazh dhe favore në atë që paraqitej si tension politik në Tiranë. Artikulli nuk është më i disponueshëm në faqen origjinale të Extra24.at. Duket se tashmë ai është fshirë nga platforma. Nuk ka njoftime nga Extra24.at mbi arsyet për heqjen e artikullit. Sipas informacioneve, Extra24.at është një portal lajmesh online që nisi publikimin më 13 janar 2025. Ai u themelua nga një ekip mediatik austriak me Markus Poset si botues drejtor dhe fillimisht Richard Schmidt si redaktor kryesor. Poset është një sipërmarrës mediatik austriak dhe konsul nderi i Shqipërisë në Austri. Portali ka pasur bashkëpunime me figura mediatike, për shembull Matt Schuh, një kolumnist austriak që shkruan opinionet e tij javore.